now listening to R Studio. R Studio. Dëgjues të dashur, mi mbrëma dhe mirë se vini në Radio Dugagjini. Jeni në emisionin R Studio që i përkushtohet veç muzikës urbane, hip-hop, R&B, me mu Fesjonikun, me neve dhe është DJ Enzi. Ja nisëm gjithmonë emisionin me qatë intro me një zë shumë të bukur. Me neve sot është një ndër artistat e me favorit, një djallë që është veshite. You are now listening to R Me neve Orgesko, gjithë falënderit që jeni. R Studio. Të përflesën dhe punina shumë. Sa të që thash hitman, më do këtë pak gabova. Dëgjues të dashur, mi mbrëma dhe po hek njerëz. Ka njëherë kena bua dhe hite, është të vërtet. Ka njëherë. 2 herë në vjetë ka 6 muaj, kështë të në vitin, atë. Ka njëherë që është të karo. Gesko, kom vendos që para çdo epizode me kallëzu një kuriozitet që ka të bëj me muzikën hip-hop, R&B, e në sot e kom zgjedh një shumë të fortë, bro. Dëgjues, a dini që Eminemi e mon Guinness World Record për mas shumë të fjallë me një kongë, do me thonë i kesh 1560 fjallë. Do me thonë, vish mi thonë kështu 1560 fjallë. Mirë që pas ka shkru tekstin vetë. Qa mi thonë ati? Se me ja pas shkru diku. Janë qa menon për këtë kuriozitet të ditës? Nuk është larg menshë me njemi. Aje bënë. Për ndryshe ta prezantoj pak Geskon, pse shumica dhe e keni dëgju si artist, po Gesko është një djalë nga Gjilani, është tekstshkrues, producent, artist, më lërë ka pa ka se krej bën krejt. Qajen të muzika. Gesko, ku të karë mas pari që kjo novë Gesko? Qa i bjen Gesko? Gesko, normal nuk është shikon e kuptim diçka të veçantë. Okej. Po unë kur jom him fillim muzik, so në emrin e vërtet kështu e kam Gens. Po. Edhe Gens, kur mi bëjshin search njerëz të kongt, apo den të nau kur një Gens ma herët që ka kënu. Gens për Elvukaj, për dhishën me dhe, okej. Edhe adis më ishin me mi gjetë kongt, u kom pak problem, edhe normal që mu ka vyt një nickname, për mu veçu pi tjerëve, edhe drejt me të kallëzu, s'desha çfarë nickname me lon. Mas nej tu menu pa ta in internet me një faqe diçka u kon, atë në një nickname që diçka. Edhe hina e buna Gens, tash ashtu bëma edhe ma qiti Gesko që të pëtjen. Edhe se di veç më pëlqej, ku do ke veçantë, më pëlqej që është po t'inglon edhe kum lon që Okej, interesant se gjithë kom menu që e ka në farë domethënie, po nuk paska. Është emër Alieni gji. E falem një detë për na edhe këtë pjesën, do më thonë mënyra që jenë arrit na, edhe mënyra që jenë rrit gjenerata e re. Qa po më interesant me ditë është që shu rrit Gesko. Je rrit në Gilan, unë e shë Gilanin pak si një farë Amerike të vogë, një farë. Sot ka influencu qyteti Gilanit që ti me hi në muzikë. Po gji, normal në Gilan në ngu muzikë shumë edhe hala ngohet. Ma shumë muzika hip-hop ngohet edhe ngu. Po normal më ka influencu shumë si i ris, edhe jom rrit të po apo din që të grupet e hip-hopit. Po normal edhe me internet i kena për cila edhe në Amerikë sa në që pëndodhë, dhe më ka influencu shumë normal si i ri veni jem, dhe më ka shty, më ka dhonë edhe mu një inspirim për me janis më morë me këtë punë normal. A je me dritën futbolla me Gilanin? Unë jam konë me dritën. A po, tash nuk jem o? Tash zë di Allah, veç me vetën jam. A egzistojnë alon Gilan gangs, grupët që janë konë ma herët? A e konë a herë pjesën a njërës për të në avish jetë distancu prej kësoj? Jo, unë personalisht nuk jem konë, kum pas shok që kam pas në rreth qata njerës, po unë personalisht nuk jem konë, edhe tash nuk kam, nuk besoj normal. Janë nalë ma parë. A e vërtet që theshin në atë konë nuk kanë guxu për shembull atë lagjës tjetër me hinë lagjën tjetër? A u konë që ka që rap situata? Po. Po gji, ja? Po gji, jo, ne kom përjetu edhe vetë këto. U konë që ashtu e dome, se cila lagjë e ka pasat dvetën, apo den, si me dhonë dy s'ke guxu në shtanë në pik ditës me kalu qanej, me trolla dishkat, kanë nalë, kanë përshëndet. Dhe përshëndetja ka qenë. Përshëndetja s'kon e mirë. S'kon e mirë, po qashtu kon një kohë. A më interesant njërë se di për lagje tjera, tash se s'po du me
me fol, po për Gilan për një me kom një që konë ishtë si vibe se në Amerikë, se avden shumë bëm për shtypje mu që kja. Qashtu kon, po normal tash që sa vjet ma. A ke pas për kraje për familjes kur ke vendosë më marrë me muzika, o kona i para gjykimi, jo, be djali jam, a beden se nuk ka muzika për ty, a beden, që shukon, kalzama pak? Unë e gji babën e kam ekonomist, edhe është dhe më thonë, kejtë familja ngusht normal, s'kan të bëj me muzikë, këtë që përkosh. Veç unë e më konë që më ka pëlqy edhe këm da shumë muzikën edhe pa ta hinë muzikë. Më kanë përkra me të kallzu drejt moralisht normal, se si çdo familje po besoj që është dëshnosh edhe e mirë. Më kanë përkra moralisht edhe janë mënu me më përkra qatë sa kanë pas mundësi normal, ja pëdin. Po tani joni këm gra vetë shumicë sana, po pëdin se që ashtu kone ma mirë. Periuda që te janë nisë më marrë me muzikë, ke kur erdhe në Prishtinë për fakultet? Po. Që ke u konë ashta një periudë që ma shumë të ka shti më marrë me muzikë. Tregom sa vështirë u konë që atëherë mja nisë kësoj nisme edhe kush u konë personi parë që ta ka qelë derën për këtë farë punë, bashkë po më interesant. Gji, normal, kur më fillim krejt, kur kom dasht me kontaktu, me studio, me qështo, normal ju kom shkru, atë studio dhe se kom pas qatë nevojën me pas një studio ku muj me shku me shprej vetën, edhe me të kalzu drejt, 90% nuk kom kanë. S'kan këthy me sa? Jo, s'kan këthy përgjigje, edhe po normal gjithmonë është dikush që ta këthem përgjigjen, edhe kur e dom për një men një sen, më nëj që hen, ka pas njerë që më kanë. E kush e konë qaj person që ta ka këthy përgjigjen? Po tash. A nuk po dënë me... Isha dasht me cek, po ka pas njerë që ma kanë qelë derën fillim normal. Jo në falim të rus, se jo, edhe. Gjesë kon fillim je konë si pak si repera, a mon me në kongën e parë që e ke pas? E këm pas kongën e parë në 2016, po qëtër atë 15 dhe publiku, dhe po u pa të bo që ashtu si shpejt për unë të rathonave, është do isha me publiku diçka, përdin se e dishin tash komplet rrethit që unë po mirëna me muzikë, edhe u bon një 6-7 muj që nuk mu isha me publiku, se jo që unë s'krijo isha, po aty në për studio ishin rrethonat të ndryshme që së në vikja rani mu me punu. E tani kur o merë dhe rani një orë 2 e kryta punën edhe dhe me bona punën shpejt po për me publiku diçka. Për atë kokën okej, muj me bo. Kur e ke po që dëna me knu? A ke ditë gjitha veç të ka ordë në ndërko? Jo, gji, normal në fillim ju mhi veç të repovat ka pak, edhe i shkrysha do tekste, po me kohën mas nej të nejtë ma shumë studio, të provu zhandrë ndryshme, sene, edhe e pash që e kam edhe këtë pjesë, edhe e kam normal ma të fort se anën e repovat më zvile, punën e këndimit normal, edhe jom fokusu mas nej ma shumë që tu. Kom gjetë vetën. E kur e ke marrë vesh që din me produs, din me bo bita, din me bo... Se kjo si shkollë dhe qysh, a? Gjiu me thom ka njëherë senet ma të mira njët mi kam su zori. Po, e vërtet dhe njëre? Edhe normal qërë me bu një kongë tamon profesionale të një producenti mirë. Kushtan. Në atë po për mu ka kushtu, sot që i këm pas mundësit, edhe kur këm bashkëpunu me producenta, nuk kanë mujtë kërkush me ma kushtu kohën qysh, unë e këm pas nevoja. Edhe pa tani s'ka dal e buna një studio të vogël në banes, të punu që atë, të producit sene, të provu, edhe që këm fillu evolvimin. Do me thonë, sanen e parë që ke produs u kom për veti? Po, normal. Para më në berberat nuk mujnë me provu me qedhë flëk të veta. Do të me morë në qofë dikën. Para më në të shkone dhe që kjo, a kështu të produs për vete, që se nuk den bile jalëshon vetës. Gesko, ke punu një kod gjatë me Tajnën. Sa keni punu bashkë? Kena punu një 3 vjetë. 3 vjetë, mira, po. Je ko në një farë mënyre, i ke produs ka gjatë do kongë për të. Që shukon që ajo periudhë për ty, sot ka rrit artistikisht edhe sa u kon sfidë edhe në anën tjetër sa i e krenar për qatë punën që e ke bo? Gji, normal, unë e kom bashkëpunu me Tajnën, e kom njof pej fillimit gatit karrierës saj, e kom takuna për studiona për qështu, edhe jena njoftu normal, edhe kena njës me bashkëpunu në për studiot ndryshme,
një 2-3 vjet për fillimit karrierës saj, normal jam konë edhe në pjesë të njëjtës ekip ku konë. Njëjtët label, po. Njëjtët labelin a konë dhe kena bashkëpunu bashkë. Mas në i deri e kom bo studion tem, tani kur e kom bo studion tem e kena vazhdu pra bashkëpunimin. Po. Me Tajnën, edhe karën studio të unë, edhe kena vazhdu i kom producit kong, kena bo projekte të reja. Ke pas edhe bashkëpunime me Tajnën edhe... Po, e kom pas edhe një bashkëpunim që ka ecë kogja mirë ka ecë, edhe mu për vetim ka shtyme një pikë ma të mirë në karrierë, qaj bashkëpunim. Po, cila ke pika, do me thonë, që vendosim me u pavarësu një farë mënyrë dhe me qelë studion tonë dhe me mu bo zëti vetës një farë mënyrë? Gjinjeri ka lënë për shumë faza, ama për mu normal pak edhe kur jëm bo mundësit, se njeri pa i pas mundësit, ka njëherë ti mundesh me pas idenë, unë idenë e kom pas në ashta pe fillimit, pe që kom hi në muzikë, por nuk i kom pas mundësit për me realizu, mas nej. Po kur e pashe për një me, po di me bo që të punë shumë mirë, edhe që e punë e më rezultoj ke në sukses shumë të madhë, edhe pse shpesh herë tjetër kush dil ke me kënu kongën ose e ka morë projektin, po normal nuk unë edhe puna jam, edhe kontributi jam. Edhe që ajo më ka bo normal me pa që për një me po di me bo që të punë mirë, edhe me marrë qatë vetë besim, edhe me hapë studion tem, edhe me janis me punu. A u konë zërë me marrë një se vendime, a jetë tutë pak? Se njeri kur të merë një se vendime, asë jetut, a? Jo, nuk jem tut se kom punu shumë në avans, për që kur t'ja nisim me konë okej. Se normal në ashtat dikush tjetër të shkon në vend të meje, në ashtat 2-3 vjet ma herët e kish bo që t'hapa, bëdin. Unë e kom prit pak ma shumë, po... Me hapa të sigurt. Në sigurt. Ma mirë në sigurt. A t'ka ndodhë nërë për shumë dhe ke bu në kongë për dikën, e ke produse, e ke bo vinë melodike, tekstin e ma nejtë që shtu ka dhimë të mja jebë, ke ka thonë të se nola për nejtë shtu. Po, bro, ka pas... Të la që e kongë, bro. Ka pas, bro, kësi raste. A t'ka lëzëna në një? Bile vitin e ka lumë më ka ndodhë që këj rast me një reper, me një bashkëpuntor që edhe kom si shok. Me Mato Lale, edhe me bu një sante unë, edhe e kisha një bit që e kisha bo qatë dit. Po më pëlqej ke shumë, apo din. Edhe jalshova një 2-3 sene tjera, apo din fillim. Po nuk i pëlqejshin, apo din ato. Fatë po du diçka shumë të fort, edhe jalshova si të sen. Po të qysh jalshova si me gjy zemra, apo din. Se e disha që kam i pëlqy. Edhe e filliti qatë shumë e mërë, edhe nëzirë një kongë këtë gjatë mirë, që e ka bashkunim, e i ka jetë shumë mirë, po... Të larë? E ka me rinën një... Ato që se ke boti për të vjetë, një edhe bile kur e bonëm si projekte këtëm, ma bëj ke, a është het, thash gjitha që shala i bje pishman se merë. Tani dhe ke jësë ko me talon, se ma si pëllu që shtu sigur të është het, edhe është kongë shumë e fort. Kjo kam pësem që mos mja ollë shumë o kongë shpëlqenë. Jo, unë e bëj punën ta me shumë qef gji, edhe aden për një merë ka njerë, menoj që muj me bo shumë edhe për veti, po edhe për artistat e tjerë, edhe e bëj me shumë qef, aden këtë punë. Cila konga ma e mirë që menon që ke produs ever, kështu që është e pasavënsushme? Vallaj gji, hala nuk... S'podi, ka plot projekte që më pëlqenjë shumë, po nuk muj mi nda, është si puna e fmive, që me thona... Se me nda si me vra kjo fjalla? Nuk muj mi nda, se cila e ka një veçantit vetë, e ka një trip të vetin, dhe menoj që se cila e ka botën e vetë. Okej. Cila një kongë që e ke kry mas shpejti? Hitet ma të noja që i kena bo mas shpejti. Për një me? Po, që. Edhe shumë njerëz menojnë që, s'pëdi, une ka njerë edhe kur bashkëpunim me artista 3, vinë studio dhe thojnë, unë du me nejtë shumë morë në studio, du me, nuk është aty puna. Nuk është fitness. Nuk është sa gjatë kime nejtë, kime hub ku në studio, është sa me vizion të i vjen studio për me nëzirë dhe shka shumë të mirë. Se për një me, nështë ta kongë më të mira që i kom dzerë, për 10 minuta, nështë ta i kom finalizu si demo po folje. A mu e konë në trep, shtë e konë disponem? Po, dhe kur të kapë e 10 minutë që thojnë, më ka kapë që nëjse se 5 minutë, që thojnë për 10 për bojna. Ja të ka kapë nërë bloki. A ke pos nëjë blokim artistik që i thojnë? Po,
Po, ka ndodhur që kum pas edhe bllokim artistik. Sot ka zgjat për shkak. Po, nuk më ka zgjat shumë. Me muj, a ma pak? Ja, ndoshta 10 ditë, 2 javë maksimum, edhe jam rikthyer apet se unë kam aveden punë njëri, aveden shkoj çdo ditë, nuk e lop pa shkon në studio, aveden ke që shke puna. Ke mirë, ke keq të dush me shku në studio. Po, aveden ka njëherë ka ndodhur ndoshta edhe hiç si më kon inspiruar, po çajo work ethic aveden ka bu për me nxjerr një produkt. Edhe kështu ka gjan koje zvanur. Ka zonë për kohë. Do të në çuka pa ka zvitra. Jam kon. Po s'po bën mu. A kina i kongë gjithë që kërë ke qitë për shamëll? Ke thonë, ja, pe kja zdej, zveç hajtë peshes, u pëlqy shumë për publikës, shabë, dhe na, a kina i së tripe? Po, Gjim, ka ndodhë edhe kjo, jo që zdej, se s'po dish me thonë, nëse një kongë mu së më pëlqen heq, o nëse bëj heq, po, ka dhe kongë normal që më do këtë që kom dhonë ma pak për vetës, vëdin se jem su me konë shumë kërkus për vetës, edhe janë do kongë që ka njerë menoj që kom jep ma pak për vetës, edhe më do këtë shumë simple, shumë e thjesht. Edhe kur t'ja lëshen njerëz më thojnë, wow, që kjo shumë e fort, vëdin, edhe mu më bon me menu, thëmë, po qysh, thot, që kjo ma e mirë, edhe ka njerë, që ajo është formula ma e mirë. A i kanë ma shumë njerëzit a vetën në këtë rast? Valoj, aja si personi që është apet kryt të në nga? Unë e kam si kështu ma shumë e ngoj vetë. Okej. Fatkeqësisht ma shumë e ngoj vetë në ala. Okej. Amo më ka ndodhë, e kom pas një kongë malli që po thu, e pa ta bo që shtu me lyrics, veç e pa ta gjujt, e pa ta qit, edhe pa të hecë ka gja mirë, që se kom prit për vetë, se më ka do këshumë sa një thjesht, Po dhe që ata po dhëmë se ka shumë artista, për shembull që thonë, e kom qit një kongë në album të fundit, e më ka dhezë mas shumë, dhe veç e kom shu hajt, You can never know, bro, s'mon është me ditë që ju pëlqen njerëzve, po ti mon është me ditë që aty për t'jep shumë emocion, edhe çdo kongë që mu m'jep shumë emocion, unë kam qef me përçu, me nda me tjertë, edhe gjithë ka me kona o dikush që jep emocion, se është dhe pa mundër. Qa, ku inspirohesh me shkru tekstin me bukongë? Nga jeta jote personale, nga jeta tjerve, ku e gjen inspirimin? Inspirimin e gjej të jeta janë personale normal, po edhe të njerëzve që më rrethojnë, muhabete fqini. Unë e kam pak një trip dalëri me njerëz shumë, edhe takona me njerëz shumë. Njerëz random a njerëz që një? Jo, me njerëz kam një rrët njerëz që një joft, po takona shpesh, edhe dyqysh, edhe një në rrjedha me një tjetrin, edhe folëm të lifar sene, edhe diskutojmë, edhe s'po di, që ajo më banë në ashta edhe mu inspiru, edhe se një të lifar lafe, të lifar story, edhe më rrime një pikë që edhe inspirona për me shkru diçka. Po ka ndodhë edhe vetë, më ka orë një ide një diçka. A kina i kongë dedikim që a ke bu në i kuj për shamë? Jo be bro, dedikim. Dhe i tash s'ka pas në i person që ashtë të rëndësishëm që mi a bu në i dedikim, po normal, adë njerë inspirohet për sanëv që ndodhën që i ninë, është kejtë për sanëv që të rëthojnë mas shumë të. Qa është? Cila ke, do më thonë, ideja që e bërë bashkëpunimin me Blerandën, se ka gjatë mirë ju ka jetë që e kongë, edhe videoklipi ju konë shumë mirë i realizum, edhe bashkë konë një super sang, kështu që është erë deri të bashkëpunimi? Po, Blerandën po të kontaktu, edhe adën ka do është marë në studio, mu taku, me këshyrë diçka shem të bo, ne, qa të bo aj, edhe rasisht kur ka ardhë aj, qatë dit jëmë kënë të bo qatë projekt që e kena publiku, edhe jena kap në qatë projekt, e kena kry, e kena publiku, edhe sot është në YouTube, më në mengu. A është kina arges kom Big Brother, në hapat e Blerandës. Kjo është pikpytja më e madhe. E vitit. Që e kom edhe me vetën. A ke pas ftesë, bro? Kom pas, bro, ftesë, ama nuk, deri tash nuk kom mujt me vendos, s'pedi. Që aty me s'edi. A menon që nuk është që ta jep në e farë shtymjet madhe në karrierë të muzikës, bige, është pak se short term? Jo, unë menoj që mund me ta jep një shtymjet madhe. Menoj, unë që ashtu e kom pas paku të do artista. Shtymjet momentit, o? Por nështë ta jep një shtymjet momentit, por nëse ti ta në kim që ka me jep për njerës, ta pëdën diçka që me nejt
apo den keep up apo den konsistent, mendoj që mund është edhe me apo hajrë, normal. Ka edhe plot artista që ja kanë po hajrën, unë kam edhe shok, edhe DJ-a, edhe apo den që kanë hi edhe kanë ndrru jetën, apo den se ta shpaguan me çmime tjera, apo den I kanë ndrru rrethonat e jetës. Edhe why not, apo den shumë mirë për ta që kanë mujt me dal çaq mirë. Pikë pyetje. Për mua është pikë pyetje, hala. Okej. Gasko për autotunin ka shumë emocionet përzime. Domethënë dikush thot autotuni I bën ketë këngëtar, dikush thot shumë të përdorin autotunin. Ka zënë të për autotune, a I bën ketë këngëtar? A çu tripe? Jo bro, autotuni nuk I bën ketë këngëtar. Bile nuk e bën kërkon këngëtar. Okej. Amo fakt është që tash jena në vitin 2026 edhe muj me thonë është ta që 99% e muzikës edhe globale, jo vetë na, nuk ka nëj superhit që s'ka përdor autotune. Veç ka për shembull raste kur e përdorin më pak, e toniratin më pak, dikush e tonirat më shumë. Po tash është më veç pjesë e soundit modern, autotune. Është normal. Jo, është pjesë e presetit të efekteve çdo producenti që e përdor në botë, apo den. Edhe në për këngë finale është të në kohën, domethënë prezent, se na u ka mësuar edhe veshje më njerëzve me vokala perfekt. Edhe nuk e vren dallimin. Edhe mos edhe nuk e vren dallimin, ama mendoj që është sa shumë I mirë, apo den. Ama është edhe që nuk I shkon gjithkuj, ha? Duhet pak. Po duhet me ditë me kënu, për me ditë ato me përdor. Nëse ti nuk din me kënu, edhe autotunin s'ki me ditë me përdor. Apo kupton? Artistat që din me kënu, ajo veç ta të tonirat ma mirë në notë, apo den këngës, është çajo është kejt. Tipenën e kanë kritikuar shumë për autotune, edhe pse nuk është që e ka zbulu, pa e ka gjeti pare, domethënë ka mënyrë. Po që ashtu, ka bo famë mas shumë ti me qatë preset që po thu. Edhe po tipeni ka edhe këngë ku kënon heq pa autotune. Muj njerëz me I mengu, apo den. Edhe është super këngë. Se është artisti mirë, apo den, ajo që ka përdor me një formë qysh ati ju ka dok interesant. Po, interesant, bro. Po me ne kanë që njerëzit e bojnë interesant një sen, për shembull kur ai artisti Pitbull ai. Po. 1 2 3 I know you want me, apo den, cilën domethënë nuk ka që ndaj fart teksti, po ai e bëj ke mirë, apo den, ose për shembull Snoop Dogg që ka 1 2 3 to the 4, apo nuk ka që të thot diçka, po në muzikën na thon këtë të tripit e vibe që ta jep dikush, edhe të energjia, apo den, sa monol me analizu dikujt pezo tekstet ose whatever, apo den. Bile që adën mund e leresh çdo njeri kush e ka idol dikon, për shembull le të hen më herët, le të analizon tekstet këngë më herët, edhe ta garantoj që ka me gjetë shumë budallakia. Apo den? I bëhet bajat. Se ka kalu tashmë çaj 3 për shembull, apo den, ama në çat kohë kur ai e ka bëu, kohën popin çaj sana, edhe ai e ka shfrytzuar, ka përdor edhe është energjia që ta jep çaj artist kur të pëlqen, thjesht pëlqen me gjithçka, si me tekst, si me melodi, si me gjeste, si me çdo sens, se thjesht apo den e ka atë energjinë. Kanë e ngu kur e kon të rrit? Por që e përmene këto punën e idolëve, a ke pas nej, se idolo pak fjole modhe, por nej kënë që je influencu që t'ka pëlqy. Po, unë për veti Lil Wayne e kom gu shumë kur jem rrit, kur jem kon të rrit. Unë e kom gu shumë të ndryshëm, po në sen që e kom vrejt e vetja, pe që më kom fmi, se kom gu edhe muzikë R&B shumë, edhe pop edhe R&B. E kom gu, po kështu si idol, më na me thonë që më ka influencu shumë Chris Brown, në kohën ashtu që e kom një këtë në kohën, apo den që më ka pëlqy. Ka pas edhe artista tjerë, plot, Usher, që e në konë Justin Timberlake, po këta kanë bu muzikë R&B, pop, apo den? Po mu për vetim ka pëlqy shumë, edhe e kum gu shumë, edhe si fmi. Shumë kongë jënë të bo hite, po piknën AI, nuk piknojnë njerëzit real. Çfarë menimi ki vërshta? A është të e prish pak muzikën? Shfrytzone. Bëni pare. Shfrytzone gji, bëni pare, mos rreni kot. Jo, me të kallëzu drejt tash për shembull, one që ja kom kushtu këgja do vjetë këtij profesionit, normal që më prish punë, apo den edhe dyqysh nuk është hala në qatë nivel që mundët me na zavencu, ajo nuk menoj që ka me konkur. Se ajo edhe nëse bëhet sa jem na me nivel, edhe na jetëm të para, se s'rrim me nivel, apo den. Se edhe na di mes të para njerëz. Amo
menoj që ja u ka lecu punë kogja shumë krijuesve të muzikës apo den. Për shembull tash unë me hime përdore AI-n, muna me bosa në shumë ma big edhe muna me përdorë në një formë shumë ma të mirë që e një muzikën shumë ma mirë se dikush që veç hen edhe ja fut kot edhe den. Po në këtë rast ka njëherë muna dhe qaj që ja fut kot me nxerë diçka shumë të fortë. Kështu që me rock bingo që thojnë. Po, edhe po një raste që be rock bingo. Tash besa dhe ju mbo dhe producenta 3 me AI apo den, pithojnë vetës producenta. Pe që ka dole AI, se më herët nuk jën konë që i producenta, as nuk kam bo kongë, po tash pe që ka dole AI, jën bo producenta. Ama apo më do këtë pak shket që në vlerëson punën tonë, për shumë, punën e një këngëtari që ka zonin e mirë, apo dhe më thunë se AI po është një farase bukuria artificiale, apo dhe më thunë zonin shumë i mirë, apo dhe më thunë. E tash që kër mësosh një qasi zoni, ma nejnë ashtë për shumë pezojna, mos më keq kupto, geskas na do këtë më kërgjë. A din se ajo robot ja e ka qohë, për shumë. Nuk muj me interferua, nuk muj me ndërhy, është që është, po menoj që edhe ka me ndru shumë shpejt, diçka ka mu sistemu pak ma ndryshe, se s'është normal kështu, me shku në qëtë formë, se ka që da është njerë që kanë bo albume me AI, edhe kanë shit albume me AI, kanë marrë parët më dhoj, Mare ku e lezova endës në lajmë, në story e këshim bo një fake grup edhe këshim ble stream sa fake edhe këshim fitu ka gja do pare për Spotify-t e lezova një lajmë për një fare fake rock grup ata se shumë për një me kështu ketë AI edhe ma ne këshim ble vetë të stream sa po i këshim zonë gji ka të li faraste ama ka edhe për një me që bujnë muzik me AI edhe bujnë kong të mira edhe i ofronë oferta, dhe se janë nisin mjë jetës kongët, ta shpi promovojnë për TikTok, në për qëto platformat. Amo, kër të bë një kongë me AI, a dush mjë kalëzhu njerëzve që AI, a ka njerë do njerëz pëllunë rolin që është njere qaj, a pëtën? Po të na, mas pari kjo ka nisë. Po dhe, për që ta, a ma mirë me kalëzhu që është me AI edhe qaj, a pëtën? Po dhe, menoj që tash vetë sistemi ka me bu që ashtu, që në moment që elshon një kongë me AI, ka me figuru dikun që është kongë me AI, a pëtën se... Nuk kanë regull që kjo më bo confuse, më bo confuse njerëz, për shembull me një kongë dhe ajo është, nuk e kënon kërkush, nuk ekziston ai njeri, është një profil që ka kriju dikush, edhe pi që do kongë, po... A më shumë sa në forë shtu ma pak shpenzime. Sa e menagjon një artist dhe menagjon një AI. është edhe shpenzime, është edhe koha, është abëden shumë... Plus nuk të vënohën studio kur. Gjithë pepe ki, bro. është crazy, abëden është se di. Pse s'ko Gesko menagjer? Gesko s'ko menagjer, se Gesko është vetë menagjer. Menagjer, shofer, producent, tekst-kruz. Këtë zori mi kam su këtu. A menoj që s'ka menagjera adekuata, veç nuk dënë dikush me ndjen vetën ma mirë kër e menagjon vetën? Jo, ka menagjerat mirë, edhe ka menagjerat që krym punë, edhe të krym punë t'i qelin rrugt, edhe jam shumë i vedishëm për atë punë, kam edhe shok që janë menagjera edhe i respektoj shumë, po... Nuk e di, unë e vetë jam pak kështu ma e kam një farego pak ma të madhe dhe është pak problem me bo me dikam kështu të në kohën. A ka dëmtu ego ja për me mërinë është pak ma nalë se so që je? Menoj që po. Jo, shumë mirë që po kalëzën sinqeresht. Unë menoj që po, amo ka njerë edhe më ka ndrysh punë do vene, kështu që po nuk isha një rahat me vetën me bo ndrysha, kështu që menoj që me rëndësi me bo sene. A punanën që drejtëm me zbut pak që egon, tone? Komponu gjinë që drejtëm shumë, dhe menoj që tash jo me një pjesë tjetës që dimi logiku këgja mirë, sa në të dhe dimi i marrë do vendime ma pak të gabushme, kisha thonë kështu. Po, s'po di, njeri s'mon me ndru karakterin, vëden është një mosh që ti ma veç, kur ti kalojsh do... Je pjek. Po, do i pjek është me një formë, dhe s'mon është ashti me u bo dikush tjetër, dhe se s'ki me kon rahat, unë kam qef me kon rahat me vetën. Je më rarë në lëkurën tonë. Ma mirë ka njëherë thomë që ka sa jam, edhe e di që jam vetë edhe nuk më përzihet kërkush në ato sanet e mija, se në ashtë ati shakon ma shumë, edhe
tana e kisha po që ma pak. Se ka pas gjë artista që realisht fam kam bu shumë, po ka ona financiare ka ec menaxheri apo den. Okej. Ai ka si raste apo den, edhe drejt me të kallzun nuk është s'pedi, tash ajo është marrëveshja, edhe je marrë vesh ashtu dhe it's okay. Po, apo do kanë shkru. Amo, apo den kur ki edhe shumë famë që ashtu, nështë edhe kur ka ona financiare nuk je që shdohet, është vjen atë pikën që thu, ma mi më s'ti shakon heq. Apo den, kështu që unë jam happy me qëto sanë. A ka ndodh me refuzun e kontrot të tillë të ndonjë labeli apo menaxheri që ka dorë nështë me ta morë gjysën e përqindjes ose 70-30 ose u? Po, bro, po, s'padi, nuk kam refuzu, se tash jo me një pikë që unë nuk refuzoj, abedin, po veç distancon, abedin, nuk nin më prej meje, normal, se nuk, jo, ta më puna mi thonë jo, abedin, kejtë po e kanë. Amo, po, ka pas raste që më kanë ofru njerëz, edhe kena diskutu për këto sene, po, menoj që kur ti përzish është të senet, se hinë shumë sene personale, edhe adin du të me pas kujdes njeri deri ku i përzin qyshtek, për me kalu mirë, edhe me pas një karriera, me kalu mirë me to, me konë okej. Në fond më ndo knasht, që në fond të knasht shumica nuk ndohën, abedin. Po bre, që kja është s'kja, do me thonë. është vallat e na është. Fatkeqësisht. Gesko, nështë edhe ki mundësin, për shembull me marrë dikën në menaxhim, se e ki studionin i bën bitat vet, i bën vijat melodike krejt. Atë ka shku në Armenia me marrë në ikën në menaxhimin tënd tash. Le të themi. Po, gjim. Edhe pse se ke bo deri tash. Menem ka shku me të kallëzu drejt, normal. Amo se menoj që i kam mundësit për me suportu abeden një artist për me nis një karrierë të mirë të ridikun. Sidomos artistikisht. Po, sidomos artistikisht, se tash për shembull na nuk muj me unë edhe menaxherat që i njoh që kanë ashta artista edhe që kanë rrinë ashta shumë, edhe ata për fillimi nuk i kanë pas mundësit 100%, abeden, po kanë provu edhe kanë ardhur te një rezultat i mirë, dhe ta në rrugës janë ndërtu së bashku, apo kupton. Normal nuk është si komenu, edhe në këto opsione i komenu, po jena në kërkem, jena të këqyrë, veç unë i kam kriteret pak ma të nalta. Se la djën ato kritere, Gesko? Jo, gjune... Se në është ndonjë dëgjues që për na dëgjon, është një talent apo talentet diku në Kosovë që penin që të intervistë. Qashtë. Edhe mundet me tu afru edhe pse jo me kon kjo edhe një urë lidhëse mes te edhe dikuj tjetër. Qashtë është... Unë me të kallëzu drejt keq ka e këshyrit e një artist është sa e të dënë që të punë. Edhe me të kallëzu drejt në studio në ashtat dhe i tash i kom pas një numër të madhë të artistave tri, me thonë, edhe që i kena testu, i kena provu, shka qyshtek. Po shumica agji me të kallëzu drejt nuk e dojnë shumë, edhe në vërej që nuk e dojnë shumë, se nuk janë gjendje me sakrifiku për që të punë. Edhe tashte nëse si janë gjendje në fillim me sakrifiku kohën bile me ardha, bëden me nejt, për shembull, unë mu kur më kanë dhonë mundësin me shku në studio, mu sa herë më kanë bo WhatsApp-i, hajde, do më thonë unë jam nis me qefin ma të madhë në botë, edhe jam konë si ti, gjithë në kohë. Ndërsa tu bu me i famshëm dhe me i sukseshëm, me i vëndshëm. Jo, jam konë gjithë në kohë, dhe për një me kom shku me qefin ma të madhë në botë, bëden me nejt në studio, se që ajo më ka bu mu shumë mirë. Edhe veç kur e shesha ka ndodhë raste, për një merë kom nejt 8 orë, 10 orë, 12 orë, adëm veç kur del që aja ashtu të arrua, bëden të isha rrua. E ke dosh njërë. Se e bëj që të punë me qef. E ta është i menoj që se cili për me mri, dohet me pas që të ashni për që të punë. Edhe normal të gjithë që ata që i njof, që kanë arrit, për një me dojnë që të punë. Adem nuk është, dikush më thonë, jo, punoj njerëz, bëden. A ka punu shumë tajna njëre? Po, që punon shumë punon, edhe punon shumë sakt, edhe punon shumë mirë, edhe e ka qatë talent, punon shumë mirë. I ka gra, adën nuk u konë shumë i ka gra, gji. Edhe jo veç ajo, po krejt, adën, se tash për ajo mund me folë për veti, po këtë artistat që i njofë, për në me i shoh që punojnë shumë, edhe nuk vjen pahiri, sa në qysh menojnë njerës, hajtë se këti peja dënë. Po. Ja, sta don. Ta don një herë, apo një kong ma shumë sta don. Nëse ta don ma shumë se një herë, jetë punu. Shumë mirë që përmenë që to njerë se
A ekziston ajo tuta ka njerë që për shembull mundet me konë një artist në Amerikë thonë one hit wonder. Se ka për shembull në Amerikë po shumë artista që një këngë kanë bërë super hit dhe manej më vjen nol. Po. Mendoj që mundet me pas, se ka raste kur edhe vjen dikush e rock një san pahiri çfarë di. Çarski që thonë apo Se ai që koraj Gangnam Style ai tipi për shembull. fix. Unë s'kom një kormo për ta. Po veç ai ka 80 miliard. S'ka nevojë me qitë këngë kormo. Jo veç, po i ka ai çashtu e ka sistemin, po ka hit wonders, ka njerëz që rockin Çarski ka një herë, ama ajo është një herë apo den. Po. Ka edhe të nabesa, apo den artistat që veç një e bën, edhe më kur nuk e nin, apo den se Po. Po në që qofse dën me pas sukses muzik, dush me kriju një bazë pak më si të ndërtu, që më pëlqen të ti, je stabil njëre, apo do me thonë nuk e ka pas kur një super hit, ose një këngë shumë të keqe, apo qatë do që të qetë, njerëzit e dojnë, e pëlqejnë, plus, i jep shumë rëndësi për shembull pjesës artistike, videoklipit, veshjes. unë e gjej munona me normal me çit pozitë që kam edhe ku e kam munona me i bo sanët mas mirë ti që është e mundur apo den. Si ka ona e soundit, si ka ona e videos, si ka ona e projektin përgjithësi, munona me kon shumë korrekt edhe munona me ja jep hakun që thojnë apo den punës edhe me bo mirë, po ka njëherë din edhe mos me të kthy, ka njëherë din edhe me të kthy, apo den nuk më nësh me ditë kur, po për derisa unë e bëj me qaf që të punë, nuk menoj me ndru asnjëherë apo din. Çka i vjen artistët për me dhezë, le të themi në thoj sa për pas talentit. Në çka duhet me pas kujdes? Duhet me pas fat. Okej, po, edhe fati është shumë. Duhet me pas fat, bro. Duhet me pas fat, edhe duhet me kon pozitiv, edhe duhet me kon për toke, se kur je pozitiv edhe me kon për toke, njerëz dojnë edhe të suportojnë, apo din. Kur je apo den njerëz nuk të suportojnë. Mendoj që është mirë me punu shumë, duhet me kon punëtor. Unë e plot vjen thon kanë njerëz, talenti është sa një 7 me rëndësi, apo den muzikë. Jo një 6 sene përpara, tani vjen talenti, apo duhet me punu shumë, duhet Nështë edhe më kone një rrëthum për njerëzve që ta dojnë të mirën, edhe kjo është këgja me rëndësi. Po, ajo është shumë me rëndësi, me rrëthu vetën me do njerëz që të nxisin për mirë, apo den. Unë shpesh rri me njerëz dhe thom kam qef me najt me njerëz që më nxisin për me bo sanet mira, jo me njerëz që veç e hub kohën kot, apo den, ose me njerëz që nxisin me bo sanet këshia, apo den. A mendoj që është mirë me pas një rreth të mirë njerëzve që shtyn për mirë. Edhe nështë edhe janë kritik, a? Po, edhe kritik duhet me se ka edhe njerëz gesko që për shembull ta bëjnë rraf. Shumë ka jesmena. Jesmena për jo thonë tash. Ka shumë jesmena, bro, edhe artistat bile e kum po plot që kanë jesmena do, edhe nuk ju rezulton në sukses, valla, duhet me pas kujdes. Dhe nështë edhe tutën që se dikush i kritikon, tutën që po jedh nohet anaj sana, dhe së është nështë një pozit ma të nëllë. Po, ka dhe pi këtë në rastëv, po menoj që për me mritë një sukses, do të me koni sinceritet, apo dhe një kritik e shnosh edhe te që e merë për mirë edhe e ndron një qado kofta, apo dhe për me për me u po ma mirë një për. Amo ja dhe jo me konë kësi no man, a këse që janë e tera, no man, që ta bujmë bajat qdo sen të mund që. Ase i kivish në për rrjete sociale që në për Facebook, në tastatura. Gjesë këtë cilë gjënë hapat e radhës për ty njëre? Njëre unë ka gjado kongë që nuk i kom publiku, bile normal unë për vetën menoj që alo nuk më ka ardhë mundësia me kallëzu vetën që shone jam për një me, apo din? Edhe menoj që do të me publiku që ato kongë gjithë qysh, do njerës me një, edhe do në me di që ka unë muj me bo muzikë. Okay. Plani jam është me publiku sene sa ma shumë, edhe me konë prezent sa ma shumë normal në industrinë e muzikës. Që kjo është plani jam për momentin, apo den. Okay. Kështu na fat gjatë për foli, normal, pa i hi detajëv, se bojmë edhe plane a fat shkurte me detaje, apo den që më nohëm për mi mritë do sene, po
ka një ardin edhe me të rrotullu në këtë punë. Planët se të vjen një projekt që se ke menu në ashta heq edhe do të me shti Si para. me 4 drita Kjo do të me shti kështu. është ai sistemi shqiptar që thonë tu po tu bo. Të bo, bro, po aden deja me punu, me vazhdu të para, që ajo. Ja. Tana besoj që sa në të mira vinë. Ko Sa më të mira vinë ka dole. Gjiu kënaqëm muhabet. Tash jena në segmentin e më të lezetshëm, e kom një segment më të lezetshëm. DJ Enda jena gati me timer. Tash e kena pjesën e rubrikës 15 për 1.5. Ki mu përgjysh, jo po mu përgjigj. Mu përgjigj. Po, se më dul që ajo yja... Frangjesht e ki po, bro. Janë do pyetje shumë interesante se ti mu përgjysh. Mu përgjigj. Se qashtu tash kom i thonë, Jej. 5 sotë. DJ Enda jena gati. Shkojna me timerin. Ti shekon superhero, kush e shekon? Jo, s'ka që asë superhero. Supermani. Supermani, okej. Zhanri preferu me filmit. Mister. Konga që ke bo që je mas krenari për. Madam. Verze që je mas krenari për. Ka shumë, se kam... Një, hajde, shpejt. S'po di, bro, a në kong me tajnë në qaj vers. Okej, pozita preferume. Të gjitha. Të gjitha nga pak. Kiri preferume. Mercedes. Mercedesi më mashtroj. A për atë kongën që konë para. Mercedesi më mashtroj. Ma për para me ta dosh stilin a muzikën. Qysh po vene? Qysh veshësh a qysh kënan? Dyja. Okej. Njeri ma operaut për ty në familjen tane. Babi në shta. Okej, çka bën kur je i baje taft? Qyre në Netflix. Okej. Produza artist më i mirë. Unë menoj që artist. Okej. Sporti preferum? Basketball. Gjithmonë, ketë gilangjit luni basket. Po vesh në s'kom lyqë 10 vjetë. A më e du shumë. Kena me lyt në dhe. Brendi preferum në tesha? Për momentin, s'po di, bro. I don't know. Plotë më pëlqenë, nuk e kam një kështu favorit. Nëse më rrenë mirë më pëlqenë. Okej, jeta në Prishtinë o në Gjilan? Në Prishtinë puna. Je bu Në Prishtinë. Gjilan jeta. Okej. Definicioni sukseset për ty? Definicioni suksesit? Parja, fama... Kejta bashk, bro. Ketë ka pak. Kejt ka pak, menaj që të bojnë powerful. Okej, falënderit Gesko për këto përgjygje të zhvejta. Ka dalë trokitje për Geskon, për duar trokitjet frenetike, që zhvojnë, duar trokitje frenetike. Unë bro, i bona pak të ka dalë ta përgjigjet, po... S'ka lidhje. Ti shpejtojnë me... Ti presionin e bone, me rëndësi. Shumë presion ke. Ti presionin e bone. Shkojna me rubrikën tjetër që është A është okej. Unë kom të botu 5 pyetje, ti kem kallzu është okej ajo. E ma ne kena me performu. Okej. Hajde, e kom bu një kong që tash okej. Okej, let's go. A është okej mu vënu në studio session? Për shembull e ke lënë me dikën. Jo, bro. A bosh nervoz kur do non? Po, bro. Po, bro. Se vënohen shumë, bro. Kur njerëz të ka vënu mas shumë ti. Ai s'po du me fol. E çaj thu kur të vënohen e kur të vinë ta bojnë fal gji se kolon shtet. Unë i thom gji kur pelojmë nesër, kur ti munësh. Edhe nëse s'monët edhe nesër, veç i thua ma përshëndetesh. Okej, shumë e vurë që ke. A është okej me ta posin e Instagramit menagmenti? Jo, never. Okej. Shumë personale, bro. A është okej me knu playback në klub? Po, bro, me kushtet që i kanë klubat, menoj që është okej me knu playback. Se nuk kanë kushte për me knu live. That's it. Po, sound sistemi e tjera. Nëse kime repovat që aty me marrë edhe një mikrofon të internetit, të nërë kena repovat, apo din, edhe ka dalë dhe dikun okej me telefon, ama këndimi i dënë dhe kushte pak ma të mirë. Ma specifik. Por me dalë mirë. A është okej me pas lidhje të njëjtit profesion? Po, menoj që është okej.
Po. Okej. Mon mos me kona fat gjatë. Po okej. A kështë po vetëm sa me një këngëtare në lidhja? Jo, që për momentin jo. Për momentin jo. Na. Çfarë profesionit pëlqej femna shumë? Çfarë profesioni? Qa do për pas muzikë? Zdi pse kom një binde që të pëlqejnë doktorreshat. No. Ja, Ja fu. jo, po ik me doktora Se kom bund mirë. largu ne me ta heq. Okej. Shumë presion është ajo. A është okej me përdor autotune? Po, bro. Po, To edhe falem. e folëm, është okej, kur e bon një sound mirë. Është ideja edhe me pru sounda të ribe, vëden, nuk është te ki Travis Scott në Amerikë që ka pru komplet sound të ri se bon me autotune, ki njerëz në përbot që kanë pru stila të ri të muzikës, është ideja munive shtat, draj, gjitha, vëden, që kanë bo old school, vëden, ideja me pru një stil të ri, një zhandër të ri të Diçka të panimeve në funditës? Qashtë, unë e vetë më nona shpesh me bo që si loj sana, vëden. Oh. Okej. Gasko, faleminderit për këto 5 përgjigje. Faleminderit o ty për të 5 pyetje. Okej, dëgjues të dashur të Radio Dugagjine, jena rikthy në Or Studio me mu Fesionikun. Jena në pjesën e dytë të emisionit ku tash është pjesa e performancave. Gasko ka zgjedhur me na performu disa këngë. Gasko jena gati gji. Gjithë gji. Shkojna me scenin e por Gasko fit Rina Bobo DJ Ant. Let's go. Ej. E dhja me fajt, kom ton fjall që si kom pas për një me. Do me bo me vajt i tash shumë dom para syve t'mi po kësem. Për shgatim in lëp, për dem kjo lëf në lat dyve me shej. Ona shi lash për ty, unë kejt si s'ko mujt në take pay menës. Allo luj mas teje, allo luj mas meje. Trupi jot pe kjo bak që djesi që shma bën t'i shdo kontakt leje. Ajde të unë t'i gjeje, a dash një t'i gjeje. Kthe u bek vesh një jatë, zamrën tem ki me po emri jota o bebe. I'm get on, not as get on. I'm get on, Fenomenale. not as get on. Thank you DJ Enze. Gasko, kanë ke harrube, kanë ke ron haleskë. Kalona. Okej. Shkojna me qitë ritëm, me qitë super energji, shkojna me sanin e dytë. Kongën e fundit që e ke lancu madame. Let's go. Ej, Për krejt ju madamat atje. Gasko e ka një fjallë për juve. mos t'i shkon alkoholi, s'di qa kisha bo madam. Mos t'i shkon alkoholi, vetën e kisha u madam. Të natën me onën foli, qështu pa unë ty madam. E tash më mdogët këtë po foli, se kur nuk thejem ku e lam. Si dje, edhe sot dë njejt për ty pikuje. E ti vish djege, se kjo zemër mazi jo nuk ndjen. Vetën sa dush ma shtro, amo kur s'ka pasi ne. Sa dush lezo, amo as libra s'ka pasi ne. Sot se di ku jem ma, mo të tim rrin menja. Me po tuk na i lumë të ramo mbrena lo më gjendja. Trënda fili gjemba, shpyrt me të nkejt qenjat. Shdo ta volin që po unë ati e tema. Bebe, qa ndodhi mes neve, qa më ma theve. E kur su ktheve. Ej, mos t'i shkon alkoholi, s'di qa kisha bo madam. Mos t'i shkon alkoholi, vetën e kisha u madam. Të natën me onën foli, qështu pa unë ty madam. E tash po mdogët këtë po foli, se kur nuk thejem ku e lam. Se di ku e lam, se di ku e lam. Shumë fjoli tham, e kur më nuk u pam. A kjo mërzi, vesh të rezi, na boni dyve keq kjo krenari. Pej që je ik, mungesuni, m'kujtohëm fjallë të në tim për jetësi. Halo energjin, unë ty ta ndjej.
Alo emrin ty ta thirri notën po ti jo nuk je. Alo energjin unë ty ta ndjej. Alo emrin ty ta thirri notën mo ti nuk je. Mos t'i shkon alkoholi, s'di qa kisha bo madam. Mos t'i shkon alkoholi, vetën e kisha u madam. Po notën me onën poli, qështu pa unë ty madam. E tash më ndokët këtë po foli, se kur nuk thejem ku e lam. Mos të shkon alkoholi, s'di qa këshëm bo valloj. Gesko, kishëm pi jogurta. Okej, shkojna me që të vibe, DJ Enz. Gji, kena përgadit kong që si ki halot të publikume. Edhe kena mi performu. Të regëm të lëmë bëdën të parën. Janë 2 sene. E kisha parën e kisha lëqu qëto ambeson që është që është sene mirë. Okej, ambeson, është të shkrume prej teje, biti prej teje, kret prej teje? Kejt bro, çdo sene është për meje. Bitin e kom bo bashkë edhe me një shok, që tash jetonaj në Belgjik. Albinin që e përshëndet shumë. Pianot i ka buaj. Drumsat e sene tjera i kom boën. Edhe ka dalë shkja. Hajde të ngujna DJ Enz. Ambeson a nuk beson? Hajde të shumë. Ej Jaj Wa Aje ti që mbeson edhe kur unë nuk thena. Ana mesin kej fjolta kam i mor kejtera. Zemrën ty ta qela kur unë kesh mandjenja. Vesh një mrekën tela ama bela mbeson. Aje ti që mbeson edhe kur unë nuk thena. Ana mesin kej fjolta kam i mor kejtera. Zemrën ty ta qela kur unë kesh mandjenja. Vesh një mrekën tela ama bela mbeson. Haram, haram Kjo dashni haram Kejto kam mysh do dit pa ty larg O madam Pa ty jam brok Mrena kejt cop Ide unë tok So her mërzi jam rok Se di as vet qysh ndok Qysh kalon kejt kjo ko Shpesh silla në përthum Për tas me mbus që zo Jenja ako A je me mu derso Ti ki me m'pas për ball E kur ma mos më mball Tash vesh gotën vend te e kom Gjithë qka te ti po m'qan A kemi kon deri m'fund Aje ti që mbeson edhe kur unë nuk thena. Ana mesin kej fjolta kam i mor kejtera. Zemrën ty ta qela kur unë kesh mandjenja. Vesh një mrekën tela ama bela mbeson. Ti edhin që ko mu këthy për ty. E di dhe mbo mës ta shëllutin. Ej Sa her vjen pëtofti e di gjithë me to vjen loti. Falë që sot nuk jam i joti Amo hajtë se shpendron moti. Njerëzit folin këtë se koti Si besot kujndin sotit E një për mu kesh t'i t'folin Po t'mirat mi din t'i zoti Kejto vetale Po bin sa her menime për ty bika dale Kujto është do moment me ty e kejt detajet Asa po mungona moj tashni e madhe Ty kejt ty t'folin Aje ti që mbeson edhe kur unë nuk thena. Ana mesin kej fjolta kam i mor kejtera. Zemrën ty ta qela kur unë kesh mandjenja. Vesh ti mbrekën tela Aje ti që mbeson edhe kur unë nuk thena. Ana mesin kej fjolta kam i mor kejtera. Zemrën ty ta qela kur unë kesh mandjenja. Vesh ti mbrekën tela ama bela mbeson. Ej, ma bella ambeson, Gesko. Që të pak e po të një pjesë pak të repovot, më ndoke, da? Po, bro. Kum pas me shtini reper që të me repovot. Edhe mas ne i thash për shti vetë. E bëj vetë. Për shti vetë në ty karakter. U kthejve pak në rojt e vjetra, më ndoke, që të. Ka pak për do. Super san, ambeson. Produs, by Gesko. E shkrume, by Gesko. E knume edhe e repovat, by Gesko. Të kamet vish një kamerë me morë me bo klipin vetë. Po bro. Coming soon për me
publiku. Kjo s'ko për fund e kena lon një kong ma balad, ma melankolike. Nashta edhe një ndër kong të mija që më kam pëlqy mas shumëte, që i ngup në studio. Kjo është bro, ma e but, Ma e bu, ma e let. ma limonad. Për fund po. Për fund shkojna me një mesazh. Sa shumë fjalla i thamë edhe në fund veç unë do me një mesazh. Gjelozin e la me se shumë sene për edhe që ku jena tash. Sa shumë fjalla i thamë edhe në fund veç unë do me një mesazh. Gjelozin e la me se shumë sene për edhe që ku jena tash. Menet komën ty tonight, sa ma lërë dhe na veç rritet kjo dhimbjet. E di që dët pa të mfaj, unë gabim, ti gabim u prish kjo lidhje. Sot aje, me tjetër kënd ti ma miraje. Zamër ti sot aje, pishmon asje. S'muna mi e kësyt kur ty qop e i larg, kur as nuk kom lyp tjetër vesh ty t'kom gjak. Malli po na my qysh mu këthyna dy bashk. Sa shumë fjalla i thamë edhe në fund veç unë do me një mesazh. Gjelozin e la me se shumë sene për rreth që ku jena tash. Sa shumë fjalla i thamë edhe në fund veç unë do me një mesazh. Gjelozin e la me se shumë sene për rreth që ku jena tash. Ajde. Ti kon kry, me veti unë i maj. Tjetër kur nuk kom lyp, du vesh ty unë maj. Djenja fort follo mos e më shef, e di mollit ka mor ma bel. Shto minut pa ty jo kam bret, hajde mos e kjo zemër s'fret. Tash një jasa molet, dësh përshtohen rajet, jo nuk mujna kajet mindru. Besëm qëtë shka falet, kujtoj kej detajet, jenë të sene që s'mon është mi haru. Sa shumë fjalla i thamë edhe në fund veç unë do me një mesazh. Gjelozin e la me se shumë sene për rreth që ku jena tash. Sa shumë fjalla i thamë edhe në fund veç unë do me një mesazh. Gjelozin e la me se shumë sene për rreth që ku jena tash. Super performance, Gesko! Falenderit Gesko, falenderit DJ Enzi. Gji, a e ndonë erbi na i kuj me një mesazh? Po gji. A po, a? Ka veç që thu, u kry, a ja zgot pak. Ka ndodh, bro. A e në lok në vavit shkurt, që baba. Sa ma shkurt, bro, qash ma. Okej. Qash ma mirë. Gesko, falenderit për këto super performanca, bro. Faleminderit edhe ty, bro. Ka shumë kënaqësi që kash sonte këto. Edhe dëshiroj vetë suksese me këtë mision. Edhe shihem veç për të mirë. Faleminderit mas pari që e ardhë, se e di që nuk del shumë në për intervista, në për kështu, në për nuk paraqitesh. E kështu që të vlerësoj shumë që e ardhë, për na nuk po të lojna me shku, se e ki dhe sfidën në fund krejt kundër DJ Enzit. Okej. Kështu që më nështë nashta dhe mu ullë që fësë dën. Apo rënkom, qështë dush, qështë ki qef, qështë jema rahat. Hajde. Kjo është loja mes artistit dhe DJ Enzit, ku Enzi ka me të lëshu një ka një 5 bita, ka me të lonë dikën të 8 deri në 10 sekonda, dhe ti dush me qëllu kësh e kënën, edhe emnin e kongës. Hajde. Janë international, kështu që Enz, që po thua, po fiton sot ajo? A e keni letu, qysh bre, a ke letu producentit? Hajtë pe provojnë anë i sanë. Hajde. Ky në të lëshon vish një sekundë të ja po më nësh mja qëllu. E po po do TikTok ka që shto. Hajde provojnë. Hajde me provojnë. Pa provu s'ka sem, bro. Hajde shkojmë kjo pjesa segmenti artisti kundër DJ Enzit në këtë rast. Gesko, let's go. Unë e dita! Të dite, bro, po unë e mora vesh pak ma vonë. A vedem? Është Jay-Z, ja, kështë. Yeah. A më dush me dita emnin e kongës?
kongën e ti, një emrin e kongës, New York, është. Yes. Okej, New York? Cila? Empire State of Mind. Po, amo pjanë gjem se e konë referen New York, se gjë mo. Okej, pjanë gjem, sa pjanë gjem? Okej, 1-0 për Geskon. Ja, po tanë gjem. 1-0 për këto se për mu e që të... Po, hajtë mas jemi safer për tanë gjem. Hajtë shkojna, amo provë njerë vish me një tingull, a fe qëllëm, vish me një tingull. Hajtë shkojna me dyto. Okej, Soulja Boy. Yeah. Soulja Boy. Am një Kiss kongë. him, a që është? Me kiss është, po... Miss me, a që është? Jo, kiss me through the Kiss me phone. through the phone. miss you. I wanna Enë dhe pas ke letu dorën vlo. 2-0 për Geskon. Bro, veç lafët më kujtojshin, s'më kujtojshin emri i kongën. 2-0 për Geskon, hajde. Unë nuk I di emrat e kongëve. A e shto se din, unë e shtoj di ta me të porën. Hajde. Unë e di shto. Po të I ke po mërë, bro, që ishte se dente. A vedente? Jo si kom po, pa ta dotën si kom po. Jo si kom po. Boy, si on my mind, it's in my fantasy. Që të kongë bedi. Shëgi kom po të shampole, e koni varë. Shampol, po. Yeah. Po mire, knove refrenin. Kongës e dik. Po e knove më regji? Po, unë e kongën e dik shto si... Po emnin e kongës e knove. Baby boy. Po, baby boy. Do me thonë, Gesko... A? Po, jam të janë. S'po foli mu. Gesko... Me emra, jam... Qëto 2 të fundit të në s'kom me full sen. Hajde, let's go. Eq, mos... Kopka të waka! Jeremiah, që Baby, need a dancer. Që shikojnë down, jo... Ja, mos më këshër mu. Amre që shikoj konga si aty. S'di sa nësë jam I këtu I të vlo. Po kongën të di. Don't tell him. Yeah. Amo që kjo 3-1 për Enze. Amo t'i fitove, po hajde edhe të fundit të shkojna. Jo, na kejt kena fitu këto që kena Të gjithë fitimtori jena. Të si producent dush me dit këto. Kjo është Timbaland. Nelly Furtado në Isan, që si kombinimi. Ketchup mayonez kërë bibe. E kom qëllu? A end? Cëla është end? Okej. Aja qëllaj dhe me thonë, a? Timbaland, është. Se Timbaland I thonë Timberland, plot do më meroj ashtu. A the për këto të cokulla dhe për artistit? Okej, dëgjues të dashur të Radio Dugaxhinit, kjo ke loja Artist vs DJ Cook sa I rodhe fatkeqësisht fitoi artisti. DJ joni shpis humbi, gjithmonë po hu, po s'ka lidhje. Është joni. Ja, fitove gji. Na këti lojë na me fitu çdo që mundi mirë ka dalin anë. Okej, Gesko, faleminderit shumë. A ki diçka për fund shoku jam? Jo bro, ka shumë knatësi. Për mu ka shumë mirë, gjithçka mirë. Ty dëshiroj suksese. Thank you. Gjithashtu edhe në ty dëshiroj shumë sukses. Edhe shpresoj që ketë ato që të dënë zemra e mërin. Edhe veç jemi për të mira. Dëgjues të dashur të Radio Dugaxhinit, kjo ke krejt me mu Fesionikën në Art Studio me neve ka edhe DJ Enzi. Një falënderim po ashtu të veçant edhe trimit aty në kamerë, po ashtu edhe Jimmy Boyet. Mrapa aty që nuk mund ta shihni, po mund ta dëgjoni dhe ta shijoni. Falënderit krejtve edhe një herë. Na veç shihemi javën tjetër me Art Studio.